po përgatita dhe atë. Se e njoh fëmin tim. Dhe e gjitha kjo, për arsye që unë t'isha komod, t'isha dhe unë komod, mo. Dje dhe unë qërë diskutoja. Që ta e këtë edhe dokument për gjithë jetën atë gjënë. Po, do ngejrja që. Se ngejrja që. Në gjithë. Në që se unë do i e pesha fix, si që ndjehem kur jam këtu, edhe gjëja nuk do kishtë asë i lloj kuptimi. Do kishtë thjesht, ajde qajmë të dy, shprejmë emocionet dhe se cilin punë vetë, se që do bëjmë, se s'do rrim aty 2 orë, apo ja. Gjithë kjo emocioni ka një vlerë në mesazhet që jetën pastaj më mbrapa, në atë që unë dua të shfaq për fëmin tim. Po dhe nuk ka në një gjëtë se këtë nevojshme të marrësh Po pra. një fjalë. Po pra. Po unë e marr fjalën nga një 13 vjeçar. Patjetër. Që nuk i kontrollon emocionet. Është fëmijë. Por, Shumë e që rëndësishme. ka ardhur nga jashtë. Patjetër. Ko është rrethuar dhe është Patjetër. dërguar nga jo një 13 vjeçar tjetër. Po, nuk e komandon dot 13 vjeçarin në krahasim me një madhor. Se kontrollon dot. Është emocion. Se nuk e din ti këtë pjesën. Edhe nuk është antivlerë, se ke provu. Jo, patjetër. Çfarë do gjë ti thush fëmijës, që është fëmijë, nuk e komandon dot. Se ka emocion çiltër. Ka aty për aty. Edhe unë jam i sigurt që atë që më tha ti je king, nuk e tha si ka thënë dikush. Do e kisha harru. Babi i saj është gjithmonë king. Po. Po në momentin që ne kemi emocion tjetër, po them, kjo gjë nuk del. E kupton se mbyt emocioni, por s'të le, por nuk shprehesh dot. Dhe unë duke njoh fëmin tim, edhe vetëm, patjetër, e solla situatën që t'ishte e qetë, edhe me humor. E dramatizova që kjo është fjala. Do thënë, e përpunova veten aq fort, sa mos dilte ajo gjë që do dilte edhe, okej. Dhe mesazhi ishte shumë i fortë. Dhe ti u ndikove nga përgjigja e pyetjes së dytë? Që ishte? Kush të pëlqen këtu brenda? Për vazhdimin e Pandorës? S'ka lidhje me Pandorën. Përgjigja e asaj. Pandorën e vendos unë. Pra do më lësh mua në dilemë tash. Që do të bëj tash sa. S'është asgjë thjesht. Ti ishte ashtu, ishte po Midis dyve jam. Unë nga fëmija i mora mesazhin që duhej. Për vazhdimin. Ndoshta edhe që doja. Për vazhdimin. Për lojën time, Big Brother. Unë i thash fëmijës, Pandora është pjesë e lojës. unë i thash fëmijës tim, të vi me ty, apo jo do rishtu. Kjo ishte kulmi për mua. Pa tjetër, normale, po. Pa e ka qenë kulmi i prajme sot, më, pëse kush ishte? Ishte kulmi. Mos temi gjithë prajmeve.